Ka qenë një grua e cila erdhi te ne me disne në maternitet, ishte as e dinte që kishte 4 njak, e dinte gemelare në fillim. Të mendosh në këto vite që një çift ndahet se familjarët e tij nuk pranojnë që zonja e shtëpisë është operuar nga zemra dhe vërtet ata u ndan. Është një nga rastet që më ka ngelur aq kohë në memorie dhe kur na erdhi me aktivitet lindje me një bebi i cili paraqiste shenjat e vuajtjes fetale, duhet të futeshim, ta ndërprisnim, po si mund ta ndërprisje, duhet patjetër ta shprahe nga sindromi. Dhe vendimarrja për këtë lloj pacienti është vërtet shumë e vështirë. Shumë e vështirë sepse ke 2 jetë. Ke nënën, por ke dhe bebin. Nuk jetojnë më kur vinte natën, ditën, dhe gjithkohën në familjen time, problemet e pacientëve ishin dhe problemet e familjes.